faktin që ka qenë Taulant Balla njeriu I cili ka negociuar, le themi dorëzimin e Ergys Agasit sipas informacioneve që vijnë nga qytetari digjital. Pse do negocionte Taulant Balla arrestimin e njeriu I cili e hoqi nga detyra, le themi, ose shkarkohej? Ke të drejtë. Taulanti ka thënë, jo në Taulanti, janë 3 e vërteta. 3 ministra rendi që kanë thënë ne na ka shkarkuar Ergys Agasi. Por kohrat ndryshojnë. Tani siç e shef, Taulanti është bërë se po të shohësh tani hartën ose kompozimin politik. Kush ka patur protagonizëm në këtë verë të nxehtë për Edi Ramën? I pari ka qenë Taulanti, Blendi Gonxha, Zeqinea dhe Sara Mila. Të tjerët kanë heshtur si fije e varrit. Tani, Taulanti e vërteta është që ka bërë protagonizëm, nuk mund t'i morë. Në mbrojtje të Edi Ramës. Thuhet se do shpërblehet me post sekretarit parlamentit. Nuk e di, por këtë e kam deklaruar edhe këtu. Para 2-3 javësh më kanë thënë se ajo është projektuar. Në këtë aspekt, duke e pa veten në rrethin më të ngushtë të Ramës tani, mundet që Rama ta ketë ngarkuar Taulantin duke patur parasysh lidhjet e tij si mishi me thojnë me kartelin e Elbasanit. Mundet. E gjitha kjo. Po, tani, burimi, thot, këto I kam nga një burim serios policie, por verifikim duhet. Prandaj dhe, po të dojnë hetuesit, ta hetojnë. Fakti që është arrestuar Ergys Agasi në thelb nuk I ndryshon shumë gjërat, për sa kohë që është Edi Rama I cili përcakton se kush do të ketë pushtet. Çfarë do thotë që mund të ngrejë një tjetër person I cili ashtu siç erdhi Ergys Agasi nga le të themi një person I zakonshëm në administratë u bën nga njerëzit më të fuqishëm. Dhe Rama këtë pushtet mund t'ia jap dhe dikujt tjetër. Në thelb të zgjidhjes është në një farë mënyrë lufta me kryeministrin Edi Rama. Si do cilët opozita në sesionin e ri parlamentar dhe në këtë pikë që kanë arritur gjërat, a ka kuptim që ju të qëndroni në tryezën e reformës zgjedhore për sa kohë që Edi Rama shkoi dhe bëri një le themi propozim të njëanshëm për reformën territoriale? Tani, për reformën territoriale, ne sot kemi një mbledhje të Këshillit Kombëtar dhe një nga pikat në Nedicë është reforma territoriale ku do marrim vendimet tona. Pa diskutim që ne do I përgjigjemi bojkotit të njëanshëm që Edi Rama I bëri reformës territoriale. Ne kemi vazhduar punën për djeni, përfaqësuesit tanë kanë shkuar në të gjitha digjesat publike të organizuara dhe në gjitha protestat të organizuara për shkak të reformës. Kanë patur një konsult shumë të mirë me Kongresin e Autoriteteve Lokale Rajonale të Këshillit të Evropës. Kanë takuar përfaqësues të ambasadave të vendeve të mëdha në Tiranë. Këto gjërë tani, qëndrimi ynë tjetër do përcaktohet sot për hapa që do ndërmarrim. Ne nuk tërhiqemi nga refuzimi kategorik I reformës Edi Ramës. Dhe po shfrytëzojmë çdo lloj hapësire që mund të gjejmë për ta kundërshtuar atë. Po, ne në këtë seancë 2 çështje kemi. Dhe
Këto lidhen me të drejtat tona themelore kushtetuese. Deputetët tanë, nga java e dytë ose e tretë e majit, kanë përgatitur amandamentet për t'ju përgjigjur të gjitha kërkesave me shkrim të përfaqësisë së protestës për ligjet, për ndryshimin e ligjeve. Dhe në shkelje flagrante të kushtetutës, Kryesia e Parlamentit i ka mbajtur në shirtar dhe nuk ka sjellë seancë plenare. Gjë e cila bëri që ne të mos paraqitemi në 2 seanca plenare. Lidhur me ligjin për reformën territoriale, se kanë pru një ligj ata, sigurisht që ne qëndrojmë fuqishëm kundër tij, por përsëri ne kemi një bojkotët e seancave nuk janë të përjashtuara asnjëherë, por një nem kemi ne në statut për shkak të përvlimit që patëm me ato bojkotët e zgjedhjeve lokale të tjera që ne nuk bojkotojmë. Kjo është. Dhe kjo sigurisht ndonjëherë ka pasoja edhe jo të dëshuara, por do i përmbash sepse nuk është se bojkoti sjell ndonjë, për shembull, them unë, ne vërtet patëm kërkesa të shumta që të marrim pjesë në reformën territoriale. Edhe me përfaqësi nga komunitetet. Ndonë se ishim të bindur se Edi Rama në absolute ndjek vetëm interesin e pushtetit të tij. Ne morëm pjesë. Morëm pjesë, kam shpjeguar edhe për faktin se ishte një kërkesë, një nga 2 kërkesat themelore të Komisionit Evropian në raportin e tetorit që për Shqipërinë. Kështu që qëndrimet do përcaktohen, por natyrisht ne do të vazhdojmë shpall dhe sot mbështetjen e fuqishme për protestën rinore qytetare, pjesëmarrjen sa më masive në atë protestë dhe pastaj të gjithë vërejtarin tonë për modernizimin e partisë, për reformën territoriale, përgatitjen për kandidaturat dhe zgjedhjet e ardhshme të gjitha në disa plane. Edhe një pyetje të fundit për çështjen Agasi, a keni ju informacion në lidhje me përmbajtjen e videove në zyrën e Agasit, pasi në mjedisin mediatik qarkullojnë informacione se aty është diskutuar dhe për çështje të caktuara gjyqësore, si kundër dhe për zgjedhjet e 11 majit? Aty ajo është galeria më e zezë e shtetit shqiptar. Por ajo është në kontroll të plot të Edi Ramës, masi unë kam konstatuar që aty nuk janë është dhe vetë Edi Ramës, për djeni. Po, i them Edi Ramës, e sfidoj të dalë, të zotohet që nuk është edhe ai personazh aty. Të dalë, të bëj be, të zotohet, që s'ka qenë, se është sipas disa burimeve. Ka qenë dhe është keq fare bilas. Po kush merr tani? Ajo thash është një galeri e zezë. E kanë kontroll Edi Rama.